Në festën e 35 vjetorit të Partisë Socialiste në Lezhë, Edi Rama e cilësoi PS-n si forcën politike që shkëputi vendin nga e kaluara dhe orientoi drejt së ardhmes. Objektivi kryesor mbetet anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. U bë njëkohësisht edhe forca që kur nuk lejoi që të përdosej lufta nacionale shqiptare nga të gjithë së bashku, por ja u la turpin atyre që e patën dhe që e kanë, duke ju kundërvendosur luftës nacionale shqiptare dhe duke e shfrytzuar atë luftë si burimin e një përçarje më të thellë në ditët tona. Ne përpara kemi vetëm objektivin historik, majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e shtëpisë europiane. Rama mbrojti reformën në drejtësi duke e cilësuar atë si dallimin më të madh mes Partisë Socialiste dhe kundërshtarëve politik. Gjithë shembujve që dallojnë Partinë Socialiste nga të gjithë të tjerët që flasin për drejtësi, mbajnë leksione për drejtësi, na sulmojnë ne në emër drejtësisë, po që po të ishte për ta Shqipëria do ishte edhe sot e gjithë ditën siç ka qenë që nga 1912-a, pa asnjë mundësi për të parë barazi para ligjit për të gjithë dhe pa asnjë mundësi për të parë një njeri të pushtetshëm e lëre pastaj një njeri të lidhur me pushtetin politik përpara një prokurori të pavarur dhe një gjykate të pavarur. Ndërkohë këto ndodhin sot, jo sepse ne jemi të korruptuar apo më të korruptuar, por sepse e para ne jemi të vendosur ta luftojmë korrupsionin dhe e dyta në këtë luftë ne jemi kaq të vendosur sa që jemi shumë të gatshëm të marrim përsipër edhe koston e këtij revolucioni që kemi bërë duke ja lënë shpatën e drejtësisë njerëzve të drejtësisë të cilët s'kan asnjë frikë më. Një mesazh ai e pati edhe për kundërshtarët, të cilët i cilësoi si humbës kronik. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundërshtarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. E sulmuan brutalisht Partinë Socialiste si parti e lidhur me Serbinë, si parti shërptore e Beogradit, por e vërteta tregoi diçka krejt tjetër, që pikërisht ata që rrihnin gjoksin ditën dhe gjuanin me gur Partinë Socialiste, natën thyenin embargon e botës demokratike ndaj Slobodan Miloševićit dhe furnizonin me naftë makinerinë e tij të pastrimit etnik. Gjatë qëndrimit në pushtet, Partia Socialiste sipas Ramës nuk ka përdorur asnjëherë rrugët e hakmarrjes kundrejt rivalëve politik.